Fshati malor Qaf rreth ujmirit i vendosur në kufirin ndarës administrativ mes Kërçovës dhe Gostivarit, por që bashkon shqiptarët e këtyre trevave, po shndrohet gjithnjë e më shumë në një destinacion turistik fal investimeve të banorëve të tij. Këto ditë një investim i ri po merr formë në këtë fshat piktoresk e bëhet fjala për ndërtimin e një restorant hoteli nga mërgjimtari Elmas Halili me origjinë po nga Qafa. Ky projekt ambicios pritet të rrizë dukshëm numrin e vizitorëve dhe të kontribuojë në ringjalljen e jetës në fshat. Elmas Halili thotë se gjithmonë ka pasur ëndër të investojë në vendlinje dhe se beson fuqishëm në potencialin turistik të Qafës. Ai sheh këtë iniciativë si një hap për ta kthyer fshatin në një atraksion malor, duke marrë shembull bjeshkët e Zvicrës, të cilat janë kthyer në qendra turistike të njohura. Po, unë këtu kum lind, jam rrejt, e ne ondrat e maja ka qenë gjithmonë ky katon të ridërtohet, se e lam 85-ën ke lam shkam për kushtet, s'kishim kushte, shkam Kërçovë, e në ngurbet 20 vjet, e në gjithmonë ondrat e kum pasit të rindërgjallim katonin, e në kumpanë Zvicër që shumë molet bjeshkët i rindërtojnë, vend turiste i bujnë, e në që ajo ka qenë ide ime. Tu ke planifiku që të kesh restorant dhe kesh edhe dhoma kush do të vitë pushuar? Po, që shto ne kom shok për jashtë, për Evropë, për Zvicër, në ata kanë interes të vinë, e në të rinjallin katonit, të monemi që të rejsim në përbjerë, si kush që të rejsim në Evropë, si Zvicra, si Austria, Gjermania, që të rinin të udhëzojmë në rrugë të mira në kështu. Sa ka qenë nevojshme në Qafë që të krijuhet turizmi malor? Shumë e nevojshme, se rreth i Kërçovës shumë pak ka vejse për vetë Qafës, ashtu që është shumë vend i qelluar, i përshtatshëm në komunë e Gostivarit, këto i lidh. Veç këto ka komunë e Gostivarit një 5 km na mungon rruga. Inshallah ndërtojnë atë rrugën e 2 shera i bashkon ki kato. Traditën e kemi të veshën kërçovare, a komuna me dokumente i takon Gostivarit. Ki katoni. Dhe tonë Qafa ka fillu të lullzue, ka edhe restorante tjerë që jonë hap dhe... Po, ka edhe restorante tjerë, rinjallët Qafa me një fjalë. Dhe së shpeti do modet kërçovare që të vinë vizit ke restoranti ju dhe hoteli që të ta keni këtu? Po, besoj që mrena në një vjeti dhe monën të vinë, e plus ka interes në shokë për Zvicë, për ka këmë për të bashkëpuna. Dëshira ka qenë që mbi gjithë. Dhe duke që i realizu me këtë? Dhe të atë që ke pas edhe e ke realizu? Po, që ajo ka qenë gjithë më në thashë, në ndërrejime, e në bëja apelën e mo qafalije, qirë, kush ka të rindërtoj e të zbukurot ki ka to. Ky investim është pjesë e një trendi gjithnjë në rritje të kthimit të qafalinëve në vendlinje, duke hapur biznese të reja e duke ndërtuar edhe shtëpi banimi, duke shndruar Qafën me heroinës Sultan në një atraksion turistik dhe duke tërhequr gjithnjë e më shumë vizitor.